Shikues të nderuar të aty CNN, mirëmbrëma, mirë se vini në programin Rreth e Qark, ku si çdo mbrëmje trajtojmë çështjet më të nxehta globale dhe rajonale. Unë jam Xhevair Qardaku. Kosova sot nuk është thjesht pjesëmarrëse në një tresë ndërkombëtare, por themeluese një mekanizmi global të paqes. Prania e presidentes Vjosa Osmani në Davos për krah fuqive botërore në ceremoninë e jetëzimit të Bordit të Paqes, të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, shënon një arritje historike për shtetin më të ri të Europës, nga një vend që dikur ishte objekt konfliktesh dhe rezolutash. Kosova sot pozicionohet si subjekt aktiv i paqes globale në krah të aleatit të saj strategjik, SBA-s. Antarësimi në këtë bord nuk është simbolik, por thelbësor për sovranitetin dhe peshën ndërkombëtare të Kosovës. Siç theksoi presidenti Osmani, kjo marrëveshje fuqizon pozitën shtetërore dhe i hap Kosovës dyert të reja në arkitekturën e sigurisë dhe diplomacisë globale. Fakti që Kosova është pjesë e një nisme ku marrin pjesë 10 shtete nga të gjitha kontinentet në udhëheqjen amerikane është dëshmi se Kosova ka kaluar testin e besueshmërisë ndërkombëtare dhe po trajtohet si partner serioz në çështjet e paqes dhe stabilitetit. Ky është një moment që te i kalon politikën ditore dhe dallimet e brendshme, është një arritje kombëtare që flet për rrugën e gjatë Kosovës nga lufta drejt paqes, nga izolimi drejt aleancave të mëdha. Në një botë të trazuar nga konflikte të reja, Kosova porreshtohet qartë në anën e paqes të Amerikës dhe të vlerave perëndimore, dhe kjo për një shtet që dikur luftonte për t'u njohur është jo vetëm sukses diplomatik, por konfirmim historik i shtetësisë së saj. Ndjeki materialin dhe kthehemi sërish në studio. Forumi Davosit nxori në pah shumë të vërteta globale. Fakti patjetërsueshëm ishte afërsia dhe bashkëpunimi që ka aktualisht Kosova me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidentja Vjosa Osmani ishte e pranishme dhe firmosi antarësi në Bordin e Paqes, një iniciativë e presidentit Donald Trump për të zbatuar planin për Gazën, ndërsa aspirata e organizatës së re ndërkombëtare është më shumë se aq dhe prek mbar botën. Kur Amerika udhëheq, paqja është gjithmonë më e sigurt. Antarësimi në organizata ndërkombëtare të paqes e që udhëhiqen nga lati ynë strategjik fuqizon sovranitetin ton, pozicionin ton ndërkombëtar, si dhe është në interesin më të lartë të Republikës së Kosovës, shkruan presidenca në njoftimin zyrtar, duke konsideruar këtë një marrëveshje historike. Dorështrëngimet dhe shkëmbimet gjatë firmosjes së Bordit të Paqes ishin tepër miqësore mes zonjës Osmani dhe presidentit amerikan, saqë u bën shpejt virale. Ndërkohë, nga ana tjetër, në Davos ishte edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, por që nuk ishte çfarë të tregonte për pozitën e vendit të tij në botën e re. Në vend të kësaj, Vučić zgjodhi që të tregojë dhomën e tij të hotelit në Zvicër, një video që u bë shpejt virale, por jo për mirë. Të shumta kanë qenë llogaritë në rrjetet sociale që janë tallur me presidentin serb, ndërsa kanë bërë krahasime me presidenten e Kosovës, që përfaqësoi denjësisht shtetin e saj në Davos. Nisam baš sve najbolje stvari sredio. Kosova po shënon një moment të ri historik në rrugtimin e saj ndërkombëtar. Për herë të parë ajo bëhet pjesë themeluese e një mekanizmi global të paqes të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Davosi i Zvicrës, ku jetëzua Bordi i Paqes mes 10 shteteve dhe fuqive botërore, Kosova ul në tryezë si e barabartë. Çfarë do të thotë kjo për sovranitetin, sigurinë dhe pozicionin ndërkombëtar të vendit, dhe apo hyn Kosova në një kapitull të ri diplomatik? Për këtë temë do të ndajmë një bisedë me Lutfi Bilallin, njohës shumë i mirë i zhvillimeve gjeopolitike. Zoti Bilalli, ju përshëndes, kënaqësi si gjithmonë t'ju kemi në A2 CNN dhe në programin Rreth e Qark. Kënaqësia dhe ime, Xhevair, përshëndetje. Do ta nisim pikërisht me atë firmë historike të hedhur nga presidentja Vjosa Osmani në Bordin e Paqes për krah Donald Trump, aleatit ndoshta më të madh të Kosovës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, që padyshim janë edhe një udhëheqës i fortë i rendit aktual global. Çfarë simbolizon ai afrimitet i Kosovës me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bordi i Paqes për Kosovën? Po, sigurisht është një ngjarje që lën duket një arhiv për të ardhmen jashtëzakonisht të rëndësishme dhe besoj kruciale jo vetëm për Kosovën. Të kuptohemi, kjo është një ngjarje, mund ta them, madhore për gjithë shqiptarët, duke përfshirë edhe Shqipërinë, pse fatkeqësisht Shqipëria nuk që në aktin
themelimit pjesëmarrës, me dhe ftesa është bërë, por arsyet e mos pjesëmarrjes edhe janë të pakjarta, edhe pse kryeministri i Shqipërisë edhe një arsyetim në pritje dhe në takim me bien e presidentit Trump. Por e rëndësishme është që Kosova më duket është në qendër të vëmendjes, jo vetëm për gafërsia në tërë këtë event, sepse që nga dje kem një organizatore ndërkombëtare, e cila quhet Bordi i Paqes apo Këshilli i Paqes, i cili është një lloj, mund të them, ta quaj kështu të marrë drejtën edhe një lloj suporti i OKB-s, edhe pse Trumpi ka deklaruar që dëshiron të bashkëpunon me Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Por pjesëmarrja e Kosovës, dëshiroj të them vetëm disa elemente, forcon subjektivitetin ndërkombëtar, është zë në pjesëmarrje në tërheqjen dhe në aktin e themelimit. Besoj që është një fat i mirë, sepse edhe lidhja e kombeve kanë qenë disa aktorë në 1920 në themelimin e saj. Dhe po ashtu edhe në 45-ën. Dhe tash besoj që një organizatë e tillë me pjesëmarrjen e Kosovës, njëra ndër pjesëmarrësit në aktin e themelimit, tregon që Kosova po hyn në një fazë të re si subjekt në marrëdhënie ndërkombëtare, dhe kjo tregon qartas që interesi i Kosovës ka qenë krucial për këto momente dhe për këtë ngjarje. Mendoj që pika tjera që janë të rëndësishme për Kosovën tregojnë që Kosova është një aliat i pathyeshëm, dhe është vendi më pro-amerikan, mendoj në Evropë, mos plasë edhe ndoshta edhe në botë. Gjeopolitika regionale ka marrë një kaje tjetër dhe betonon interesat amerikane, që janë përkufizojnë vijen, mund të them, të ndarjes. Kosova paraqitet si faktor stabiliteti dhe paqe në region. Shqiptarët në përgjithësi, edhe Kosova në veçanti, janë faktor të pakalueshëm në Ballkan, dhe kjo tregon tër seriozitetin që Ballkani pa shqiptarët është vështirë të ketë edhe stabilitet, por edhe raporte kohezive në aspektin e marrëdhënieve me fqinjet. Dhe mendoj që është një faktor i rëndësishëm. Besoj dhe jam i bindur që Kosova ndoshta përforcon pozicionin në dialogun Kosovë-Serbi, dhe kjo është një adut jashtëzakonisht i rëndësishëm. Serbia atë foton e Osmanit me presidentin Trump, e cila ka rëndësi të shpërndarjes në të gjitha polet e botës, si ngjarje veçantë, dhe afër presidentit Trump kemi presidentin e Kosovës. Dhe besoj që edhe në Serbi kjo ka zgjuar, mund të them, një lloj pezmi, hidhërimi, por ja realiteti këtu. Kosova ka hyrë në konturat me cilat edhe në pjesëmarrjen e aktit të themelimit ka shtete siç është Bielorusia, e cila nuk e njeh Kosovën, por me hyrjen e Kosovës. Përpara se të kalojmë tek edhe antarët e tjerë apo ata shtete që janë ftuar për të qenë pjesë e Bordit të Paqes, ju përmendët pak sa edhe hidhërimi në Beograd apo në Serbi për atë imazh të fortë që dërgoi zonja Osmani për krah njeriut më të pushtetshëm të botës, presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zoti Donald Trump. Ndërkohë, nga ana tjetër, presidenti Vučić gjithashtu ishte i ftuar në Davos, apo ishte i pranishëm, më saktë, le ta themi më saktë, ishte i pranishëm në Davos, por ajo çfarë të roqi vëmendjen të paktën shumë personave apo rrjeteve të ndryshme sociale ishte krahasimi që shumë llogari në rrjetet sociale i kanë bërë zonjës Vjosa Osmani, presidentes së Kosovës, që ulet në një tryezë aq të rëndësishme. Nga ana tjetër, presidenti serb Aleksandar Vučić nuk kishte çfarë tregonte për suksese diplomatike apo për, ta themi kështu, për tryeza të rëndësishme ndërkombëtare. Në vend të kësaj tregoi dhomën e tij të hotelit. Çfarë po ndodh në skenën globale? Kosova eklipson ndjeshëm Serbin? Mendoj që është një efekt jashtëzakonisht i rëndësishëm, dhe besoj mos shpreh në žargonin sportiv, ishte një fitore, mund të them 3-0 për Kosovën. Dhe në këtë është mendoj që Serbia edhe për konsum të brendshëm, Vučić, meqense Vučić gjatë aksionit të marrjes kapjes së Madurës ka dhënë një deklaratë që besoj që
State Departmenti, por edhe administrata amerikane në përgjithësi e ka përcjell deklaratën e tij ku ai atakon të fortit që sipas tij janë prishur ligjet dhe rregullat ndërkombëtare dhe në këtë drejtë mendoj që amerikanët kanë përcjellur, më duket që është edhe një kritikë e shprehur nga Richard Grenell, një farë si një mik ta quaj kështu i Vučićit, i cili ka dhënë kritika Vučićit dhe bili më duket e ka një citat që lërë Evropën dhe bashkan gjithu ato ku duhet. Por Vučić me siguri është në orkestrimin apo thënë më mirë dirigjimin edhe të Moskës dhe hapat e tillë që i merr në koordinim me Kremlinin. Por nga Davosi Vučić mund të them është kthyer duar thot, përpos atyre takimeve që ka pasur me përfaqësues të ndryshëm, sidomos me përfaqësues të Unionit Evropian. Marta Kosi duket ka pas një takim dhe ka shprehur indignaten dhe pezmin e tij për disa procese. Por e rëndësishme është që Kosova në këtë ngjarje dhe në formim të këtij institucioni ndërkombëtar, një organizatë të re ndërkombëtare, siç është Bordi i Paqes, ka qenë në qendër të vëmendjes. Dëshiroj Gjevahir të them disa elemente me të cilat Bordi i Paqes fillimisht është krijuar, ka qenë iniciativë ekskluzive për gazën. Mirë po konturat dhe mund të them ato kapacitetet e shtrirjes së tij për krizat globale dhe menaxhimin e këtyre krizave ka marrë pastaj epitetin e një bordi të paqes që nuk dalet vetëm në territorin e Gazës. Sepse kemi një rezolut atje të Këshillit të Sigurimit në nëntor të vitit e kaluar 2803, mirë po kjo nënkupton që trumpizmi ka arritur të sjellë në rendin e ri ndërkombëtar një organizatë e cila thëm drejtën ka pas nevojë të ketë kuantitet në këtë rast, të ketë numra, janë 22 shtete që kanë marrë pjesë në aktin e themelimit. Është interesant që ka një pjesëmarrje të madhe të vendeve muslimane, duke përfshirë në balë të tyre Turqinë, Pakistanin, Marokon dhe vendet e tjera, por mendoj që kjo ka qenë ndoshta edhe një farë ta quaj efekti për Turqinë nga se ka pas dorë koketime rreth Këshillit të Sigurimit për të qenë një antar i përhershëm nga bota islame. Por në këtë rast më duket që ka qenë një korrespondencë që ka ndodhur me Siri, një korrespondencë jashtëzakonisht e afërt me Amerikanë për pjesën lindore ku është Rojava apo elementi historikisht kurd që ka pasur një lloj efekti. Por kjo ngjarje për Kosovën dhe Osmanin pa marrë emrin e përveçshëm, më them drejtën, e rëndësishme është se ne pastaj kemi probleme këtu edhe në Kosovë dhe në Shqipëri për të marrur meritat. Mirë po, besoj që leadershipi i presidentes Osmani ka qenë, mund të them, në nivelin më të duhur. Askush nuk e din ato thonë ta fërveshi, por supozojmë që ajo ka kërkuar që Kosova të jetë në fokus dhe të thot Trumpit që mishnësht jemi vend i orientuar dhe vendi ma pro-amerikan dhe dëshirojmë që trajtimi i tillë dhe ndihma amerikane është jetike për Kosovën. Duke qëndruar te kjo pjesë apo tek ajo bisedë dukshëm e këndshme që kanë zhvilluar si zonja Osmani ashtu edhe zoti Trump në ato firmosje të Bordit të Paqes të pranimit të antarësisë të Kosovës në Bordin e Paqes, zonja Osmani në adresimet e saj për media paralajmëroi që shumë shpejt do të dëgjoni më shumë për ato biseda. A mos është kjo ndoshta ndonjë sinjal që Bordi i Paqes do të merret me përmbylljen një herë mirë të kontekstit apo të atyre mosmarrveshjeve mes Kosovës dhe Serbisë dhe në fund të kemi atë njohje në ndërsjellë që do t'i hapte ndoshta derën edhe njohjes nga 5 vendet e Bashkimit Evropian, gjithashtu edhe disa vende anëtare të NATO-s që ende se kanë bërë njohjen e Kosovës. Kem pak një jaz apo një qarje në portet euroatlantike. Me duket pa mbrëmë është zbutur takimi Ruse-Trump rreth Grenlandës, do thotë është arrit një pajtueshmëri, por mendoj që edhe takimi sot me jashtëzakonshëm i Unionit Evropian apo Bashkimit Evropian, kemi edhe
citate të cilat vinë nga Macroni, që më duket që andësh nuk është ka përcyer ajazi dhe ndeku mes këtyre dy aleatëve, dhe mendoj që evropianët do kenë çastin në Kosovë sa i përket aspektit politik të dialogut. Mirë po paralajmërimet janë që amerikanët do jenë të involvuar në Ballkan. Më duket ka qenë edhe një citat i ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov, që dëshirojnë të koordinohen me amerikanët rreth Ballkanit, që realisht tregon që në tavolinë në të ardhmen do kemë menyn e Ballkanit. Por mendoj që përmendaj Bosnjën, pastaj disa vende, kështu është një citat i tij. Por mendoj që amerikanët zonë të interesit në Ballkan ose minimalisht mund të ketë një qasje Rusia në Serbi, por amerikanët mendoj që definitivisht është përcaktuar via interesave amerikane të gjeostrategjisë së saj në tokat shqiptare. Dhe mendoj këtu në dy shtetet, Kosovë dhe Shqipëri, por mendoj edhe në Maqedoninë e Veriut dhe në Malin e Zi. Edhe Bosnjë kuptohet. Me që se ka probleme me entitetin serb, por besoj që do jetë një situatë interesante, mendoj ka pranvera mes prillit dikon apo edhe majt, që do kemë një involvim amerikan. Gjitha këto mund të ndryshojnë ndonjë turbullir që mund të ndodhë në arenën ndërkombëtare, në gjeopolitikën e saqë kemi ndryshime shumë të mëdha dhe mendoj që edhe në fokus është Irani, dhe mendoj që amerikanët mund të spostohen apo mund të thënë të kenë vëmendjen në lindjet e mesme apo edhe në Indo-Paqësor, dhe mendoj që mund të ketë prishje të planifikimeve për Ballkanin ose në këtë rast për dialogun Kosovë-Serbi. Mendoj që amerikanët janë faktori kyç që mund të shtyjnë para një marrëveshje përfundimtare të normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Dhe kjo mendoj që është edhe në aktin e autorizimit të mbrojtjes së SHBA-ve, që ka nënshkruar në dhjetor Trumpi, i cili përkon edhe me strategjinë e sigurisë, e cila nuk ndërlidhet shumë me raportet Kosovë-Serbi, ndërsa te akti i autorizimit deciditivisht thuhet që raportet në fokus do jenë dhe duhet të zbatohen ato që janë arritur deri më tani, dhe kërkohet në një farë mënyre që amerikanët ndoshta janë duke përgatitur njohjen reciproke. Por ende kemi të padefinuar komplet, mund të them, e kem 4 shtatorin e vitit 2020, ka qenë tentativa e Trumpit me Kosovën u marrë, është ndër të vendet që kanë ndaluar luftën, ku përmend edhe në Davos ka përmendur që kanë dalë një luftë Kosovë-Serbi. Dhe do thotë kjo është një sinjal që amerikanët do të jenë të involvuar. Por me çfarë material, me çfarë materie do kemi në tavolinë, besoj që do jetë jashtëzakonisht interesante, a do të përfshin edhe pikat e marrëveshjes ose memorandumit ekonomik të 2020-s të 4 shtatorit, ku ishte pranishëm edhe ish kryeministri Hoti në atë kohë. A do përfshin, ne kemi një emër që është vendosur për Ujmanin, të quhet Trump, pastaj linjat të cilat kanë të bëjnë në aspektin e infrastrukturës rrugore për një bashkëpunim ekonomik Kosovë-Serbi, pastaj për pronat e kishës ortodokse serbe, largimin e teknologjisë kineze nga Serbia hjekja dorë dhe ajo ardha njohjes nga Izraeli, por edhe kalimi i ambasadës edhe të Serbisë në Tel Aviv, por edhe në Jerusalem, por edhe i Kosovës. Dhe do thotë, e tëra kjo do jetë jashtëzakonisht një çështje ende pa definuar. Dhe presidenti Osmani për lajmet të mira mendoj që të ka lutuar për insistimin amerikan për njohje reciproke. E qartë, por çfarë mesazhi politik dhe diplomatik i dërgon kjo përfshirje e Kosovës, komunitetit ndërkombëtar dhe vendeve që ende nuk e kanë njohur shtetin e Kosovës? Po kemi një rezistencë e cila nga bloku, mund të them, euroaziatik, OKB-ja i ka 193 shtete, është start, është fillim i ri i bordit të paqes. Mendoj që në të ardhmen do kemë, mund të them,
luftë rreth asaj se sa do zgjerohet bordi i paqes, sa do arrit të ketë, se është e hapur bashkangjitja, me duket që sa Trump ka bërë një deklarim për Kanadën që tërheq ftesën, edhe pse kanë qenë, mund të them, fjalimi i kryeministit kanadez ka qenë goditje, ka aluduar komplet në fjalimin e tij dhe në citatet e tij ndaj presidentit Trump, dhe mendoj që është një situatë kur nuk e kemi ende të qartë edhe shumë vende, dhe mendoj fuqi, kuptohet evropianët kanë deklaruar për momentin, sepse është një lloj, mund të them, gravimi i tensionimeve EU-SBA, sidomos në krye me Francën, poshtë edhe britanik dhe gjerman. Me duket që Merz ka pas një citat jashtëzakonisht interesant, ku në një mënyrë e bën një krahasim ku i vije keq që edhe shteti vetë Gjermania aludon në kohën e nazizmit ka marrë disa orientime dhe rrugë që kanë qenë të tmerrshme për gjithë Evropën dhe botën. Do thotë ka qenë, duket, një fjalim i tij në Davos, i cili ka atakuar fuqitë e mëdha, dhe në këtë drejtim mendoj që Kosova mund të, në trupin e tillë, ka dhe shtete të cilat nuk e njohin Kosovën, por janë së bashku në tavolinën, në aktin themelus. Sa do ketë kjo ndikim pastaj në rritjen e numrit të njohjeve, besoj që do shihet që është më rëndësi Kosova të punojë në të gjitha polet, dhe mendoj që amerikanët në të gjitha ato kanalet e tyre kanë dhënë ndihmës, mendoj edhe me partnerët tjerë. Momentalisht Evropa është një shembull i Slovenisë, e cila ka kërkuar që linjën e tillë ta përcjellë në unison me Unionin Evropian, dhe pjesëmarrjen e saj e ka lidhur me atë qëndrimin e Unionit Evropian. Do thotë nuk ka pranuar që të jetë në aktin e themelimit, por kjo nuk do thotë që në të ardhmen të ndryshojë strategjia dhe raportet, tohja raporteve Bashkimin Evropian shtetet e bashkuara, dhe mund të kemi që pastaj bllokun e bashkangjitjes së shumë vendeve ose shumicës së vendeve të Evropës. Është e çuditshme një lloj hezitimi i Italisë, mund të them drejtën. Polonia, e cila është një fuqi jashtëzakonisht kredibile në Evropë, nuk ka konfirmim, ka pas ftesë, edhe pse mund të them që opozita jashtëzakonisht e fortë në Poloni ka një orientim pro-amerikan, dhe ka, mund të them, edhe një lloj simboli Trumpin, presidentin amerikan, dhe vijen konservatore të opozitës polake. Por në përgjithësi mendoj që Kosova i hap shtigjet për shkak të vetë pjesëmarrjes dhe aktit të themelimit në bordin e paqes. Zoti Bilalli, duke qëndruar te këto kundërshti, Franca deri më tani të paktën ka refuzuar ftesën e zotit Trump për të qenë pjesë e bordit të paqes. Ju përmendet edhe rastin e Italisë që po heziton, dhe disa vendeve tjera të rëndësishme, si europiane ashtu edhe në rrafshin global, që nuk kanë ende një qartësi nëse kanë marrë një ftesë, e kanë pranuar, e kanë refuzuar. Rusia nga ana tjetër pranoi që të merrte pjesë në bordin e paqes, çka detyroi ndoshta në një farë mënyrë edhe Anglinë që të hezitonte apo të kundërshtonte pjesëmarrjen e saj në bordin e paqes të thirrur nga presidenti amerikan, dhe nga ana tjetër Rusia e Vladimir Putinit u shpreh gatshme që të paguante edhe faturën e majme prej $1 miliard për qenë antare përhershme e këtij bordi të paqes. Nga ana tjetër Rusia vazhdon skepticizmin e saj për projektin e zotit Trump. Nga ana tjetër Kosova, disi, le ta themi kështu, ndoshta kanë nxituar që të hedh firmën e saj si e rëndit Kosovën me syre superfuqive, duke ditur që si Kosova, si Shqipëria, ndoshta edhe rajoni i Ballkanit perëndimor në tërësi është një rajon i vogël dhe shpesh herë, siç ju e përmendët gjatë bisedës, është bërë objekt apo plaçk mes superfuqive si SBA, Rusi dhe Kinë. Si renditemi ne aktualisht në këtë pozitë? Këtë drejt mund të them sa i përket
Putinit ai ka pritur Mahmud Abbasin më duket dje dhe ka potencuar që $1 miliard të jap për çështjen për rindërtim dhe ndihmë institucioneve palestineze, por nga fondet e ngrira në Sheba. Do thotë një taktizim i tillë i cili dëshiron që ato mjete që janë të ngrira pastaj të mund të përdoren, të tërhiqen dhe të përdoren për Palestinën. Por mendoj që Putin qysh me kohë çdo herë goditja ka pas Bashkimin Evropian dhe sidomos Anglinë. Por edhe Francën, më thëmë drejt. Më fani, Gjermaninë. Por ndaj amerikanëve kanë qenë të kujdesshëm. Dhe me duket që kanë nohatur që këto fragmentime dhe përçarje do ndodhin. Dhe me duket që në këtë drejtim edhe rreth çështjes së Grenlandës kanë qenë të kujdesshëm. Bila i merr një shembull pagesën që është blera Alaska me Grenlandë që mund të afrohet shuma e palës amerikane apo çmimi i tyre dhe bën një krahasim jashtëzakonisht interesant. Por për Ballkanin mendoj që rusët vëmendjen e kanë kryesisht të proksi tyre. Kosova definitivisht në këtë vorbull të ndryshimeve në politikën botërore është orientuar në sfondin dhe mendoj ato ku janë amerikanët dhe është çështje, besoj që edhe diplomacia dhe politika ruse edhe në qartë orientimin e Kosovës, por Kosova në një farë mënyrë tregon që është faktor stabiliteti në Ballkan, është mund të them proks perëndimor dhe definitivisht kjo qartëson që në dy bloqet e ardhshme Kosova ka, mund të them, të betonuar çështjen e orientimit të saj dhe është e rëndësishme që në pikat që do rrjedhin, mendoj që shumë gjëra janë sqaruar në Alas në takimin e vjetshëm dhe ndoshta edhe si pasojë e kësaj kemi edhe ngjarjet me të cilat në një farë mënyrë duket që Rusia hesht, sidomos me atë që ka ndodhur në Venezuelë, pastaj me Grenlandën, e cila në një farë mënyrë ndoshta i ka dhënë edhe legjitimitet, ose nuk ka qenë kundër, edhe pse problematika është poli i Arktikut. Dhe mendoj që ato 20 milion kilometra katror, të cilat gjysmat nga tyre kontrollohen nga Rusia, pastaj krijohet një badem i cili në një farë mënyrë ka shprehur edhe Trump, që është çështje strategjike, jo çështje interesave të shfrytëzimit të mineraleve. Por për Kosovën në këtë ballafaqim dhe duele që kanë të bëjnë të fortit, orientimi i Kosovës për momentin, por edhe i shqiptarëve në unison është i qelluar. E qartë, edhe për fund, çfarë nënkupton kjo nismë për raportet e Kosovës me organizatat tradicionale ndërkombëtare? A është kjo një shkallë ndoshta për ta antarësuar Kosovën drejt OKB-s, drejt Bashkimit Evropian dhe NATO-s? Mendoj, kemi një iniciativë tash edhe nga Turqia për një lloj rrugët paqes, duket Hakan Fidan ka bërë ftesë për shtetet e 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Do të kemi iniciativa që pastaj në aspektin regional, kësaj valle dëshiron të pri Turqia. Mendoj është shumë e rëndësishme për Kosovën, sepse në një farë mënyrë prezenca dhe për ajo foto e presidentes së Kosovës është një shtytje dhe një bazament i mirë që kjo nuk do thotë që ne duhet ekskluziv të presme nga faktor tjerë, qoftë edhe të fuqishëm siç është Shebaja, mirë po detyrat e shtëpisë që i kemi brenda duhet të përfundojmë dhe të kemi parasysh që vijnë disa situata dhe procese me të cilat do të ballafaqohen për përmbylljen e asaj që është më e rëndësishme rreth dialogimit Kosovë-Serbi. Por edhe antarësimi në institucione ndërkombëtare është prioritet. Me duket që mund të ketë, po që se ka një plasaritja, thellohet plasaritja Amerikë BE, atëherë Kosova mund të prolongohet proceset integruese, sepse po edhe për Shqipërinë po ashtu. Mirë po e rëndësishme është që antarësimi i Kosovës në NATO mund të
përshpejtohet me ndonjë procedurë, edhe pse janë disa shkallë të cilat kërkohet për antarësim, disa parakushte, por ndoshta ndonjë vend alat i fuqishëm i NATO-s, në këtë rast flitet që Turqia mund të ndihmojë në këtë rast, së bashku me SBA-n, që Kosova me procedurë të shpejtë të bëhet vendi edhe presur që të jetë vendi 33 i NATO-s. Por për momentin mendoj që nuk bën të anashkalohet as Organizata e Kombeve të Bashkuara, e cila ka legalitetin dhe legitimitetin e vet, nuk e ka fuqinë e cila mund të vendosë për konflikte dhe probleme, e cila nuk ka instrumentin e vet. Bile mendoj që në buxhetin e OKB-s më shumë të kontribon në SBA, dhe këtu është dilema që edhe fuqia saj pastaj në terren nuk mund të realizohet, ose të menaxhohet një konflikt pa fuqinë e saj apo pa forcat armatosur amerikane. Dhe mendoj që Kosova në këtë drejtim ka 3-4 detyra që në organizatat ndërkombëtare duhet të fillojë të mendoj për aplikim, por duke krijuar një rreth sponsorizues i cili mund të jetë proksi më i fuqishëm apo përkraja më e fuqishme për të arritur ato qëllime. Do thotë Kosova ka me një fjalë detyra të cilat e presin, por për momentin të gjithë kemi qenë ndoshta të pajtimit në unison, sepse këto inatet tona pastaj brenda cila figurë ka qenë, cila figurë ka nënshkruar, besoj që Shqipëria ka pas këtë problem. Dhe të gjithë duhet të lajmërosh, por e rëndësishme që kauza rreth situatave dhe ngjarjeve që do vinë, apo imixhi tonë si shtet, tregon që jemi në rrugë të mbarë. Po, e qartë. Zoti Bilalli, si gjithmonë një kënaqësi, ju falenderoj shumë për analizën tuaj dhe gjithmonë e mirëpresim pikpamjen tuaj për zhvillimet kaq të rëndësishme globale që ndodhin në botën tonë që nuk fle asnjëherë. Ju faleminderit. Faleminderit edhe nga ju, zoti Çadraku. Mirë, do të shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe kthehemi sërish në studio.
Presidenti Amerikan Donald Trump I tërhoqi ftesën Kanadas për t'u bashkuar bordit të paqes pasi kryeministri Mark Carney sa në Davos e rendi global I udhëhequr nga SBA po prishej, ndërkohë presidenti I Këshillit Evropian Antonio Costa tha se liderët evropian kanë dyshime serioze për qëllimin e bordit. Nuk ka vonuar kundër përgjigja e Trump pas fjalimit të fortë të kryeministrit kanadez Mark Carney në Davos, ku foli për prishje të rendit global të udhëhequr nga SBA dhe u bëri thirrje fuqive më të vogla të bashkohen. Presidenti amerikan tërhoqi ftesën që I bëri Kanadas për t'u bashkuar bordit të sapo themeluar të paqes në të fundit episod përplasjesh mes fqinjve amerikano-verior. Ju lutem lejoni që kjo letër të shërbej për të njoftuar se bordi I paqes po të rreq ftesën drejtuar juve në lidhje me antarësimin e Kanadas, tha Trump në Truth Social në një postim drejtuar kryeministrit Carney. Kanadaja kishte sugjeruar se do t'i bashkojë bordit edhe pse nuk do të paguante, shifrën prej $1 miliard për të qenë antare e përhershme. Ndërkohë shefi I BE-s Antonio Costa tha se liderët europian kanë dyshime serioze mbi qëllimin e bordit, por se ishin të gatshëm të punonin me organizmin sa I përket Gazës. Bordi I cili jep Trumpit fuqi të gjera vendimarrje si kryetari I tij, po cilësohet nga SBA si një organizatore ndërkombëtare për zgjidhjen e konflikteve. Fillimisht ai u konceptua si një platformë që do të ndihmonte në fundin e luftës 2 vjeçare mes Izraelit dhe Hamasit në Gaza dhe mbikëqyrjen e rindërtimit të enklavës, por në statutin e propozuar nuk përmendet territori palestinez dhe duket se është hartuar për të zëvendësuar funksionet e OKB-s. Trump do të ishte kryetar për jetë, rreth 60 vende janë ftuar për t'u bashkuar bordit dhe rreth 35 e kanë firmosur tashmë sipas Shtëpisë së Bardhë. Por shumica e vendeve perëndimore dhe antarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit po hezitojnë t'i bashkohen bordit. Britania e Madhe ka shprehur shqetësimet mbi përfshirjen e presidentit rus Putin, ndërsa Franca tha se statuti në gjendjen aktuale ishte I papajtueshëm me angazhimet e saj ndërkombëtare, veçanërisht me antarësimin në OKB. Negociatorët rus-ukrainas dhe amerikan u bën bashkë në Abu Dhabi këtë të premte në të parat bisedime trepalshe në gati 4 vite. Presidenti Zelenski tha pas takimit me Trump në Davos se ka dakordsi për garancitë e sigurisë, por se çështja e rajonit lindor mbetet një problem. Negociatorët rus-ukrainas dhe amerikan takohen sot në Emiratet e Bashkuara Arabe, në ato që sipas zyrtarëve janë bisedimet e para trepalshe, që kur Moska nisi luftën 4 vite më parë. Kremlini konfirmoi se delegacioni në Abu Dhabi do të udhëhiqet nga generali Igor Kostyukov, drejtori I Agjencisë së Inteligjencës Ushtarake GRU, ndërsa Kirill Dmitriev do të takohet me Witkov për të diskutuar çështje ekonomike. Në një tregues të seriozitetit të bisedimeve, Ukraina përfaqësohet nga disa prej zyrtarëve më të lartë, ndër të cilët kreu I Këshillit Kombëtar të Sigurisë dhe Mbrojtjes Rustem Umerov dhe këshilltari I lartë I Zelenskit Kirilo Budanov. Ata ishin të pranishëm edhe në Davos, ku presidenti I Ukrainas zhvilloi një takim me kreun e Shtëpisë së Bardhë Donald Trump. Pas takimit Trump tha se si Zelenski ashtu edhe Putin duan të arrijnë një marrëveshje. Nuk dua të bëj parashikime, nuk ka ndryshime, por mendoj se presidenti Putin dëshiron një marrëveshje dhe po ashtu presidenti Zelenski do të arrijë marrëveshje. Zelenski deklaroi pas takimit se kishte dakordsi me Trump mbi garancitë e ardhshme për Ukrainën në rastin e një ujëdie, por se e ardhmja e rajonit lindor të Donbasit mbetej e pasgjidhur. E gjitha ka të bëjë me territorin dhe kjo çështje nuk është zgjidhur ende. Edhe rusët duhet të jenë gati për kompromis, jo vetëm Ukraina. Moska kërkon që Ukraina të lëshojë 25% të rajonit të Donetskut, të cilin Kievi ende e kontrollon. Te intent të dërguarit e Trump, Steve Witkoff dhe Jared Kushner u takuan me presidentin Putin në Moskë. Rusia I përshkroi bisedimet si shumë të frytshme dhe të sinqerta, por theksoi se një marrëveshje për paqe afatgjat nuk mund të arrihet derisa çështja territoriale të zgjidhet. Në forumin ekonomik të Davosit, presidenti I Ukrainas kritikoi aleatët europian për mungesën e vullnetit politik për të vepruar kundër Rusisë. Tajvani është kthyer në një nyj për Kinën. Operacioni I fundit amerikan, e cila çoi në arrestimin e presidentit Venezuelës Nicolás Maduro, ka nxitur oreksin e elitës ushtarake kineze, e cila pretendon të kryejë një veprim të tillë. Po bëjnë thirrje për një rrëmbim të shpejtë të udhëheqësve të Tajvanit në stilin e Venezuelës në një parathënie për marrjen e ishullit, por analistët dhe zyrtarët e sigurisë thonë se ushtria modernizuese e Kinës është ende larg të qenit gati.
首先，我认为在实际上的执行上面，如果Së pari besoj se për sa i përket ekzekutimit praktik, nëse Kina do të ndërmerrte veprime të ngjashme, gjasat e suksesit do të ishin jashtëzakonisht të ulta, pothuajse afër zeros. Ka disa arsye për këtë. E para është se vendi ynë ka sisteme radarësh palëmërimi të hershëm dhe përtej kësaj vendet fqinja nga Filipinet në Japoni, Korea e Jugut dhe bazat amerikane në Japoni tashmë posedojnë aftësi të fortë inteligjence, mbikëqyrje dhe zbulimi. Pra, për sa i përket teknologjisë së përparuar për sistemet e palëmërimit të hershëm, qoftë në aplikime teknologjike apo në përdorim ushtarak, kjo është një fushë ku Kina aktualisht nuk ka asnjë mënyrë për të depërtuar. 中国目前没有办法来去突破的。 Në Taiwan, thon ata, ushtria e Kinës ka një kundërshtar i cili është përgatitur për vite me radh kundër një operacioni prerjeje koke ndaj udhëheqësve të saj, përveç mbrojtjes së gjera ajrore dhe aftësive të radarit, si dhe mbështetjes së mundshme nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj. Mundësia e suksesit për të kryer veprime të ngjashme do të ishte pothuajse afër zeros, tha Chen Guangting, ligjvënës i Partisë Demokratike Popullore në pushtet të Taiwanit. 正因为中共没有，所以他们 Meqense Partia Komuniste Kineze nuk ka përvojë të vërtet luftarake, ajo shpreson të përdor ushtrime në shkallë të gjerë për të koordinuar ushtrinë forcat erore dhe madje dhe rojën mbretërore, si dhe për të trajnuar forcën e saj raketore në ato ushtrime sistematike. Megjithatë, aftësitë e demonstruar në ushtrime ende nuk mund të pasojnë kompleksitetin dhe brutalitetin e fushë betejë të vërtet. Prandaj, pavarësisht nëse po marrin një vendim përfundimtar për të nisur një konflikt në shkallë të gjerë apo për të kryer një operacion special të ngjashëm me ato të kryer nga ushtria amerikane, të gjitha këto do të ishin veprime jashtëzakonisht sfiduese për ta. 对他们来讲都是一个非常有挑战性的行动。 Mungesa e përvojës në fushën e betejës dhe arsyeja politike do ta pengonin gjithashtu Kinën të niste një operacion në shkallë të gjerë. Në vend të kësaj, Pekini mund të zgjedhë një qasje graduale për të ndryshuar status quo-n, tha Chen, i cili shërben në Komitetin e Punëve të Jashtme dhe Mbrojtjes së Parlamentit tajvanez. Kina, e cila pretendon Taiwanin si territor të vetin, nuk e ka përjashtuar përdorimin e forcës për ta vënë ishullin në kontrollin e saj. Taiwani i hedh poshtë pretendimet e Kinës. 那过去我们看到许多独裁国家或者是寡头政治， Në të kaluarën kemi parë që shumë shtete autoritare ose oligarkike, sapo pësojnë një disfat ushtrake, regjimet e tyre përballen menjëherë me mundësi të rënies. Unë besoj se kjo është ajo për cilën Partia Komuniste Kineze është më e shqetësuar. Prandaj, përpara se të kenë besim absolut dhe përvojë të mjaftueshme të grumbulluar, gjasat që ata të nisin një operacion të vetëm në shkallë të gjerë që mund të shkaktojë dëme të konsiderueshme janë shumë të ulta. Krahasuar me këtë, ata kanë shumë më tepër gjasa të zgjedhin një qasje graduale për ndryshimin e status quo-s. Probabiliteti i kësaj të fundit është jashtëzakonisht i lartë dhe në fakt ata tashmë po e bëjnë këtë. 性会是非常高，而且他们确实也正 Taiwani është i vendosur të mbrojë sovranitetin e tij dhe të forcojë mbrojtjen e tij, tha presidenti Lai Ching-te muajin e kaluar, pasi Pekini qelloi raketa drejt Taiwanit si pjesë e stërvitjeve të tij të fundit ushtarake. Në tetor, Lai zbuloi një sistem shumë shtresor të mbrojtjes ajrore të quajtur T-Dome. Ky incident në Venezuelë vërteton se sistemi i mbrojtjes ajrore i Kinës është i padobishëm, ndërsa sistemi amerikan është efektiv. Në rastin e Taiwanit, të gjithë radarët kryesor të mbrojtjes ajrore janë prodhuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kështu që natyrisht ata kanë aftësi më të mira zbulimi dhe rezistencë ndaj bllokimit. Përveç kësaj, Taiwani ka një dëndësi të lartë të raketave të mbrojtjes ajrore, kështu që shanset që ushtria çlirimtare e Kinës të kryejë një operacion të tillë janë mjaft të ulta. Megjithatë, Taiwani do të mbetet në gatishmëri të lartë. Edhe pse Kina ka kaluar vite duke bler armë të përparuara, mbeten pyetje në lidhje me aftësitë e ushtrisë së saj çlirimtare popullore në përdorimin e tyre në mënyrë efektive, si dhe një strukturë komande që duhet i bashkojë ato në luftime. Eksperti i sigurisë në Taipei, Su Zhu-yun, vuri në dyshim efektivitetin e sistemit mbrojtës të Kinës dhe shprehu besim se sistemi i radarëve ajror të furnizuar nga SBA-t në ishull mund të zbulonte dhe të rezistonte sulmit të Kinës. Ai shpjegoi më tej vështirësitë për Kinën për të bërë një zbarkim në Taiwan për shkak të raketave me rreze të gjatë në malet aty pranë, armëve me rreze më të shkurtër në hyrjen veriore të lumit Tamsui dhe policisë ushtarake të pajisur me raketa Stinger të lëshuara nga supi. 所以淡水河口一直被认为是一个 Gryka e lumit Taumsi konsiderohet si një rrugë e shkurtër, një koridor i shpejt nga deti i hapur në qendër të Taipeit. Prandaj ushtria e Taiwanit ka vendosur një sasi të konsiderueshme forcash mbrojtëse,
përgjatë lumit Tamsui. Duke filluar nga gryka e lumit ka raketa me rreze të shkurtër veprimi, pak më në brendësi të kodrave ka raketa me rreze të gjata veprimi. Duke lëvizur në pjesën e mesme të lumit Tamsui, ka armë të ndryshme me zjarr të shpejt dhe me të hyrë në zonën urbane, ka polici ushtarake të pajisur me raketa Stinger, të lëshuara nga supi. Gjithsej kjo formon një perimetër të plot mbrojtës. Megjithatë, SU paralajmëroi se Tajvani do të mbetet në gatishmëri të shtuar. Vetëm muajin e kaluar, ushtria e Tajvanit vendosi pengesa në grykderdhjen strategjike të lumit Tamsui në veri të Taipeit në përgjigje të një stërvitjeje të Kinës që është më e madhja për nga sipërfaqja dhe më afërta deri më tani me Tajvanin. Presidenti i SBA-s Donald Trump tha se varet nga presidenti kinez Xi Jinping se çfarë do të bëjë Kina me Tajvanin, por se ai do të ishte shumë i pakënaqur me një ndryshim në status quo, sipas një interviste të publikuar nga New York Times të njëjtën e 8 janarit. Të besohesh se Shtetet e Bashkuara mund të kryejnë një sulm kirurgjikal shumë të shpejt ose minimalisht invaziv ndaj Venezuelës, atëherë duhet pasur parasysh afërsinë e Tajvanit me Kinën dhe madhësinë masive të ushtrisë kineze. Kina gjithashtu mund të përsërisë një operacion të tillë ushtarak. Kjo është thjesht një ide e shprehur nga disa përdorues kinez të internetit. Pika e dytë dhe më e rëndësishme është Tajvani nuk është Venezuelë. Administrata Trump tha në një dokument strategjik vitin e kaluar se synon të parandalojë konfliktin me Kinën mbi Tajvanin dhe detin e Kinës jugore, duke ndërtuar fuqinë ushtarake të SBA-s dhe aleatëve të saj. Është koha që të ndjekim një flash informativ të përgatitur nga kolegja Rosalba Bejdo. Deklaratat e presidentit amerikan Donald Trump se trupat e NATO-s kishin qëndruar larg frontit të luftës në Afganistan kanë nxitur zemërim në Britaninë e Madhe, teksa kritikoi NATO-n gjatë një interviste për Fox News të njëjtën. Trump tha se Shtetet e Bashkuara nuk kishin pasur kurrë nevojë për aleancën dhe se aleatët kishin qëndruar pak si larg frontit. Zëdhënësi i kryeministrit Starmer reagoi se Trump gabonte kur minimizonte rolin e ushtarëve të NATO-s dhe Britanisë, ndërsa asiguroi se sakrifica e tyre nuk do të harrojë. Ministri britanik Stephen Kinnock kujtoi se shumë ushtarë britanik dhe europian kishin vdekur, teksa mbështesin operacionet e drejtuara nga SBA në Afganistan apo Irak. Ai e quajti si thellësisht të zhgënjyese deklaratën e Trump. Britania humbi 457 pjesëtar të personelit ushtarak gjatë misionit 20 vjeçar në Afganistan. Më shumë se 150 kanadezë u vranë bashkë me 90 pjesëtar të ushtrisë franceze, ndërsa Danimarka, e cila ka qenë në presion të madh nga Trump për t'ia shitur rajonin e saj autonom të Groenlandës, humbi 44 trupa, një nga nivelet më të larta të vdekjeve për frym të NATO-s. Qeveria franceze i mbijetoi 2 mocioneve të mosbesimit në parlament të premten lidhur me vendimin e saj për të kaluar me forcë pjesën e të ardhurave të buxhetit të vitit 2026 pa ia dhënë Asamblesë Kombëtare fjalën e fundit. Gjithsej 269 deputet votuan pro mocionit të mosbesimit të paraqitur nga e majta radikale, Franca e papërkullur së bashku me të gjelbrit dhe komunistët, ndërsa nevojiteshin 288 vota për rrëzimin e qeverisë. Edhe më pak deputet mbështeten një mocion të dytë vot besimi të paraqitur nga e djathta ekstreme. Kryeministri Sébastien Lecornu do të përdorë sërish nenin 49.3 të Kushtetutës për të imponuar miratimin e pjesës së shpenzimeve të buxhetit në Asamblenë Kombëtare, një veprim që pothuajse me siguri do të shkaktojë emocione të tjera mosbesimi. Qeveria e presidentit Emmanuel Macron është e detyruar ta anashkalojë parlamentin pasi muaj të tërë negociatash dështuan të prodhonin një ligj financiar për frenimin e deficitit që do të kalonte në dhomën e ulët ku asnjë parti nuk ka shumicë funksionale. Kryeministri hungarez kritikoi presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky duke e përshkruar si një njeri në pozita të dëshpëruara dhe duke thënë se nuk do të mbështesë përpjekjet e tij për luftë. Deklarata vjen në vazhdën e fushatës anti-Ukrainë të Orban në prag të zgjedhjeve kritike të prillit, teksa ekonomia hungareze është në stagnacion dhe partia Orban Fidesz renditet pas opozitaret Tiza. Në shumicën e sondazheve, kryeministri ka përshkruar zgjedhjet parlamentare si një zgjedhje mes paqes dhe luftës dhe ka pretenduar se Ukraina nuk e meriton mbështetjen ushtarake. Ti je një njeri në pozita të dëshpëruara, i cili për 4 vite nuk ka qenë në gjendje të jap fund luftës, edhe pse presidenti i SBA-s të sigurojë çdo mbështetje të mundshme, shkroi Orban në Facebook. Të njëjtën Zelensky kritikoi nga Davosi Europën për mungesë kurajo ndaj Rusisë.
Autoritetet e imigracionit në SBA ndaluan të paktën 4 fëmijë, përfshirë një 5 vjeçar, në një zonë shkollore në Minneapolis këtë muaj si pjesë e fushatës kundër imigracionit të presidentit amerikan Donald Trump. Administrata republikane ka vendosur rreth 3.000 efektiv rreth qytetit më të madh të Minnesotës, ku banorët janë në tension që nga momenti që një oficer i emigracionit qelloi dhe vrau një qytetare amerikane këtë muaj. Demokratët dhe udhëheqësit lokal kanë akuzuar agjentët federal për taktika agresive dhe të panevojshme që kanë bërë që shumë komunitete emigrantësh të ndjen të friksuar. 5 vjeçari Liam Conejo Ramos pa agjentët me maska teksa morën baban e tij pranë shtëpisë ku banonin teksa ishin kthyer të dy nga shkolla të martën. Fqinjet në komunitetin verior të Minneapolis u mlodhen në rreth dhe u ofruan të merrnin djalin, por agjentët e ICE vendosën të miturin në sediljen e pasme të një SUV të zi dhe u larguan me shpejtësi sipas dëshmive. Ishte gjithçka e përgatitur për programin Rreth e Qark dhe për sonte. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë natën e mirë.